kësaj dije se ajo në të cilën fokusohesh bëhet në fakt realiteti yt një ditë. Kështu që fokusohu tek synimi i rrugëtimit tënd, dhe jo tek pengesat që të çojnë për atje. Ti nuk e lindur për t'ju pëlqyer të gjithëve e as të dakordsohesh me çdo kusht me të gjithë. Ti je ajo që beson dhe kjo të bën unik. Beso se është në rregull të jesh ndryshe, mjafton që normaliteti i të ndryshmes tënde të respektoj kufijtë e lirisë së tjetrit. 2 ditë ka në jetë. Ardhja në këtë botë dhe largimi. Në mes, çdo moment është dhuratë për t'u jetuar, gëzuar, dashuruar e përmirësuar. Kujtohu gjithmonë se çdo moment i jetuar pas një sekondi quhet e shkuar e nuk kthehet më kurrë. Mos kërko të krahasohesh me askënd. Vrasësi i lumturisë është krahasimi. Ti linde të jesh ti. Një fluture nuk i vjen keq as pak që nuk është një pëllumb, e as një breshke që nuk është luan. Ata jetojnë në paqe me natyrën e tyre dhe universin, sepse ndoshta në mënyrën e tyre ata e kuptojnë që asgjë nuk ndodh për asgjë, dhe se bota është e bukur me të gjitha ngjyrat e format e saj. E gjitha është energji që del e kthehet sërish tek ty. Mendo vetëm pozitivisht dhe mos kërko të ndryshosh njerëzit që të rrethojnë. Kur nuk përputhesh, ndrysho njerëzit me të cilët rrethohesh. Kujto vetëm se çdo kush meriton të jetë i lumtur, edhe ti. Dhe kjo fillon nga ta duash veten mjaftueshëm për të mos e pritur këtë nga asnjë tjetër. Fillo që sot. Fillo me një buzëqeshje.